Gjirokastra do të jetë së shpejti mikpritëse e një sër aktivitetesh kulturore të cilat do të realizohen në bashkëpunim me Italinë. Konsuli i nderit i Italisë në Gjirokastër, Teodor Bilushi, bën të ditur se këto iniciativa synojnë të pasurojnë jetën kulturore të qytetit dhe të forcojnë lidhjet historike mes dy vendeve. Kemi në Gjirokastër një tjetër artist në muajin prill, një tjetër artist italian, i cili do të jetë pjesë e një shfaqjeje me interpretime dhe pjesën nga autorët më të mirë, siç është Dante, por edhe autorë të tjerë italian. Dhe do vazhdojmë me të tjera koncerte në javën e Italisë, që është në muajin qershor, ku do të ketë gjatë gjithë javës mjaft aktivitete kulturore, artistike. Aktivitetet do të përfshin fusha të ndryshme duke krijuar hapësira për bashkëpunim mes institucioneve shqiptare dhe italiane, nga arti dhe muzika tek edukimi dhe traditat. Këto evente pritet të sjellin një ndikim të rëndësishëm edhe në aspektin e zhvillimit të turizmit. Të gjitha këto aktivitete janë pjesë e vëmendjes që kanë institucionet italiane për sa i përket bashkëpunimit me Shqipërinë dhe në veçantë me Gjirokastrën, që prej vitesh aktivitetet kanë qenë të shumta dhe urojmë shumë që bashkëpunimi të vazhdojë për të pasur sa më shumë shfaqje të bukura në qytetin e Gjirokastrës. Me angazhimin e institucioneve dhe pjesëmarrjen e gjerë, këto bashkëpunime do të vijojnë të thellojnë marrëdhëniet kulturore mes dy vendeve.